Progresi synuar në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të Brukselit pas takimit të fundit trepalësh është vlerësuar si pak i pritshëm nga njohës të çështjeve politike. Me gjithë optimizmin e shprehur nga palët, analisti Arnor Sadiku thotë se vakumi institucional në Kosovë nuk i shkon në favor procesit. Duke pas parasysh në gjendjen aktuale politike në Kosovë, lën shumë se më me dëshirua ajo që vërtet mund të ketë ndonjë progres të theksuar sa i përket zbatimit marrëveshjeve aktuale që janë arritur në dialog midis Kosovës dhe Serbisë dhe më një farë lloj riformatimi i dialogut për faktin që Kosova ende po përpiqet ta krijojë institucionet e saj edhe gjasat minimale që ato mund të jenë të krijuara deri pas zgjedhjeve lokale. Zbatimi i marrëveshjes bazë ka qenë temë kryesore në takimin e parë trepalësh që u mbajt të martën në Bruksel. Pas takimit, kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha se ndërmjetësi i ri evropian Peter Sorensen ka vizion të qartë se si të ecet përpara, ndonë shtoi që është ende herët për rezultate konkrete. Bislimi theksoi se pati edhe takim të ndarë me Sorensenin e me të cilin bisedoi për çështjen e të pagjeturve për shqiptarët në Lugin, për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe për tema të tjera. Kryenegociatori i Serbisë Petar Petković insistoi sërish në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, tek shtoi se është prezantuar edhe një plan për depërshkallëzim në veri të Kosovës. Emisari Sorensen njoftoi se u bisedua rreth avancimit drejt normalizimit të marrëdhënieve në përgatitje të takimit të nivelit të lartë në dialog, në zbatimin e obligimeve të pazbatuara dhe në çështjet aktuale. Por analisti Sadiku thotë se duhet të ketë reciprocitet në zbatimin e marrëveshjeve dhe që Serbia të jap fund përdorimit të serbëve në Kosovë për qëllime politike. Sigurisht një qeveri e re, natyrisht që ka për obligim të zbatojë marrëveshjet dhe karshi kësaj smon përveç realizisht zbatimit të asociacionit dhe njëjtën kohë zbatimit marrëveshjeve nga Serbia për personat e pagjetur dhe ditën ku kemi pasur një kërkesë bashkisë ndërkombëtare që karshi kësaj të ketë një farë de facto të Kosovës nga Republika e Serbisë. Pas takimit të së martës në Bruksel, në Lidhjen Demokratike reaguan duke thënë se Bislimi nuk gëzon asnjë mandat legjitim për ta përfaqësuar Kosovën në dialog me Serbinë. Sipas këtij subjekti, çdo marrëveshje apo angazhim ndërmarrë në këtë fazë të qeverisë në detyrë nuk mund të prodhojë obligime për Kosovën.